Pas ngjarjeve në kategorinë e parë këtë herë është Superliga ajo që rikthen shfaqjet e dhunës dhe ndërprerjen ndeshjesh. Përballja mes Gramozit dhe Skënderbeut e konsideruar derbi nuk arriti të mbyllet për shkak të tensionimit të situatës në shkallët e stadiumit. Një kundërsulm i Skënderbeut nga Malindi dhe një ndërhyrje e Odit në anësore ka ndërprer fillimisht ndeshjen, pasi gjyqtari ndëshkoi me kartonin e verdhë lojtarin e Gramozit. Në momentin e rifutjes në lojë një gjesi i Malindit në drejtim të tifozërisë së Ersegës solli edhe tensionimin e situatës që përmbysi më pas gjithçka. Gura e sende të forta ranë si shimbi lojtarët e mbi gjyqtarët anësorin Doda dhe kryesorin Taullau. Edhe pse forcat e rendit ishin të pranishme, ishte e pamundur që të parandalojë hedhje e sendeve të forta në fushë, që kthyen atë si një arenë gladiatorësh. Menjëherë gjyqtari ndërpreu ndeshjen pasi ishte pamundur të vazhdojnë në ato kushte. Policia dhe forcat speciale ndërhyi për të qetësuar situatën dhe për të shmangur dhunën, ndërsa kryetari i Bashkisë së Ersegës ashtu si dhe kolegët e tij në raste të tjera dhune në qytete të ndryshme drejton gishtin nga arbitrat dhe kundërshtarët. Ai thotë se incidentet nisën pasi lojtari i Skënderbeut ofendoi tifozët dhe gjyqtari nuk arbitroi drejt. Pas kësaj ngjarjeje të rëndë dhe rasteve të tjera të disa ditëve më parë, tifozët e Ersegës dhe të skuadrave të tjera përfshirë në ngjarje të dhunshme do të duhet të qëndrojnë jashtë shkallëve të stadiumit, pasi rregulloria e federatës parashikon pezullimin e fushës dhe masa të tjera disiplinore. Këto skena të turpshme, të papranueshme, të ulta dhe të pajustifikueshme, së bashku me ndërhyrjet e politikës, duket se do të vazhdojnë të mbulohen nga justifikimet dhe akuzat kundër gjyqtarëve dhe federatës. Ndërkaq stadiumet vazhdojnë të kthehen në arena për leshje shekore ofenduese edhe nga tribunat VIP, duke harruar se ndeshja ndiqet edhe nga gra e fëmijë.